Vetëm 2 banane në ditë I japin lam të mirë çdo problemi, ja si t'i përdorni. Bananet janë fruta shumë të prapur, krahas shijes së tyre kanë një numër të lartë të benefiteve për organizmin. Bananet renditen në 4 nga frutat më të shëndetshme në botë. Mirë po, çfarë ndodh me trupin tuaj nëse konsumoni të paktën 2 banane në ditë? Food Prevent ka renditur disa nga benefitet kryesore që do të marrë shëndeti juaj nga konsumi 2 bananeve në ditë. Tensioni I gjakut. Konsumi 2 bananeve në ditë ndihmon në ruajtjen e parametrave të tensionit të gjakut. Prania e kaliumit dhe e natriumit dhe parametrave normal mund të rregullohet me përfshirjen e bananeve në dietën tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Prania e kaliumit dhe natriumit tek bananet do të ndihmojë që të përmirësoni luhatjet e presionit të gjakut dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre, citoi studimi. Do të ulë riskun për të prekur nga shqetësimet e radikaleve të lira në organizëm. Konsumi I shumë frutave dhe perimeve në dietën tuaj mund të zvogëlojë riskun e simptomave të problemeve të zorrës. Prania e vitaminës C tek bananet ndihmon në luftën kundër radikaleve të lira. Prandaj, nëse doni të mbani larg këto shqetësime, është e rëndësishme të konsumoni nivelet e duhura të bananeve në dietën tuaj. Bananet janë shumë të mira për shëndetin tuaj të zemrës. Konsumi vetëm 2 banane në ditë mund të përmirësojë shumë funksione të shëndetit tuaj kardiovaskular. Fibrat dhe vitaminat që përmban me shumicë ky frut mund të jenë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre komplikacioneve dhe ekspertët këshillojnë vazhdimisht konsumin e bananeve në mënyrë të rregullt në dietën tuaj. Kështu vlerat e tyre në organizëm do të jenë të menjëhershme. Shëndeti I zorrëve do të përmirësohet ndjeshëm me përdorimin e bananeve. Diarreja dhe shtrëngimet e zorrëve janë disa nga problemet më të shpeshta të njerëzve. Nëse konsumoni banane, do të balanconi dietën tuaj dhe do të përmirësoni shëndetin tuaj kundër këtyre komplikacioneve, citoi Healthyside. Ndaj sigurohuni t'i përdorni si duhet ato në dietën tuaj. Bananet do të sigurojnë më shumë energji në dietën tuaj. Ekspertët këshillojnë se bananet janë të mira për persona të cilët ushtrohen në aktivitete fizike dhe kanë nevojë për më shumë energji gjatë ditës. Nëse jeni një person që merreni me aktivitete fizike, shtimi I bananes në dietën tuaj mund të jetë një element shumë I mirë ushqyes kundër këtyre komplikacioneve dhe të reduktojë gjithashtu rënien e energjisë pasi ju ushtroheni. Përfshirja e bananeve në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese. Sipas Food Prevent, ato janë të mira edhe për nervat tuaja. Bananet janë të pasura me vitaminën B që ndihmon në qetësimin e nervave. Vitamina B6 përmban dhe rregullon nivelin e glukozës në gjak, të cilat mund të ndikojnë në gjendjen tuaj emocionale dhe të lehtësojnë nervat e tepërta. Bananet janë të mira edhe për persona të cilët të vuajnë kryesisht edhe nga shqetësimet e anemisë. E pasur me hekur, bananet mund të stimulojnë në prodhimin e hemoglobinës në gjak, kështu që mund të jenë disi një zgjidhje lehtësuese, sidomos për rastin tuaj. Konsumi I bananeve në dietën tuaj mund të jetë një element shumë I mirë ndihmues kundër shqetësimeve të depresionit. Sipas një studimi të kryer nga Mind, në mes të njerëzve që vuanin nga depresioni, shumë prej tyre janë ndjerë më mirë pasi kanë ngrënë banane. Kjo është për shkak se bananet përmbajnë nivele shumë të mira të triptofani, një lloj proteine që trupi e shndron atë në serotonin, një relaksues përmirësues I gjendjes suaj emocionale dhe gjithashtu mund të jetë një gjendje shumë e mirë situatë në depresion. Shtypja e gjakut mund të mbahet nën kontroll me përdorimin e bananeve. Ky frut unik tropikal është ekstremisht I pasur me potasium në sasi të ideale edhe të kriprave. Kombinimi I të dyjave mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër situatave tuaja stresuese, citoi studimi. Ndaj, konsumi I bananeve në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese kundër tensionit. Bananet janë një lehtësues shumë I mirë I dhimbjeve të kokës. Përgatisni një milkshake me banane duke e përzier atë edhe me mjaltë. Bananet qetësojnë stomakun, kurse me ndihmën e mjaltit do të rrisin nivelin e zvogëluar të sheqerit në gjak.
Gjithashtu ato do të zbusin edhe dhimbjet tuaja të kokës dhe mund të kthehen në një aleat të vërtet në shëndetin tuaj dhe në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Bananet janë të mira edhe për problemet e të vjellave të mëngjesit. Kjo manifestohet në fillim të shtatzanisë kur gratë kanë të vjella në mëngjes. Me ngrënien e bananeve në mes të ushqimeve ditore ndihmoni nivelet e sheqerit të rrinë në nivele adekuate dhe të mos e rëndoni gjendjen tuaj në këto situata. Bananet janë një frut tropikal që mund të përdoret gjithashtu edhe në lehtësimin e pickimeve të mushkonjave në lëkurë. Para se ta aplikoni ndonjë krem kundër pickimeve të mushkonjave, provoni t'i fërkoni ato me të brendshmen e bananes. E vendosni mbi vendin ku jeni pickuar. Shumë njerëz kanë treguar se është një lehtësues shumë i mirë i situatës suaj dhe mund të jetë një zgjedhje mjaft e mirë për këto raste. Bananet janë të mira edhe për tretjen. Bananet ndihmojnë në qetësimin e problemeve të jashtëqitjes, siç janë aktivitetet të çrregullta të zorëve. Nëse doni të keni një tretje më të mirë në këto situata, konsumoni bananet. Janë një zgjidhje shumë e mirë lehtësuese dhe gjithashtu mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë për ju. Bananet janë një frut shumë i mirë kundër ulçrave. Bananet përdoren si kundër çrregullimeve të zorëve për shkak të materies së butë që ato përmbajnë. Gjithashtu neutralizojnë aciditetin e tepër duke zvogëluar kështu edhe ndonjë irritim të mbështjelljeve të stomakut. Ndaj bananet janë një lehtësues shumë i mirë i situatave tuaja, citoi studimi. Bananet janë një frut shumë i mirë edhe kundër çrregullimeve. Është një formë e depresionit e cila mund të ndodhë te disa njerëz dhe sidomos kur jeni të ekspozuar më pak ndaj diellit. Bananet ndihmojnë ata persona të cilët vuajnë nga kjo gjendje. Për shkak të përmbajtjes së lartë të tripofanit, rregullon natyrshëm gjendjen tuaj emocionale dhe mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për ju. Bananet janë një frut ideal edhe për personat që pinë duhanit. Bananet gjithashtu ndihmojnë që të promovoni lënien e duhanit. Vitamina B6 dhe vitamina B12 që gjendet te bananet, gjithashtu edhe potasiumi dhe magneziumi ndihmojnë edhe që të lehtësoheni nga ky komplikacion. Bananet janë një frut shumë i mirë për persona të cilët janë edhe të stresuar. Potasiumi është një mineral vital i cili ndihmon në neutralizimin e rrahjeve të çrregullta të zemrës dhe mund të ofrojë një zgjidhje më të mirë lehtësuese në rastin tuaj. Kështu që nivelet e mira të potasiumit te ky frut do ta kthejnë atë në një element të veçantë ushqyes për rastin tuaj. Ato mund të ribalancojnë edhe shëndetin dhe të lehtësojnë komplikacionet e stresit. Bananet janë një frut ideal për ata persona të cilët vuajnë nga sulmet në tru. Sipas hulumtimeve të The New England Journal of Medicine, nëse hani banane si pjesë e dietës suaj normale, mund të zvogëloni riskun e dukshëm të humbjes së jetës nga këto komplikacione në tru me të paktën në 40%. Bananet janë një frut ideal për persona të cilët kanë edhe lytha, duke i dhënë atyre një zgjedhje mjaft të mirë lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve. Përfshirja e bananeve në dietën tuaj mund të jetë një zgjidhje lehtësuese për rastin tuaj. Bananet janë një frut ideal kundër djegjeve të stomakut. Bananet kanë efekte të mira natyrale antiacidike, sidomos nga persona të cilët vuajnë nga thartirat dhe provoni t'i konsumoni këto fruta në dietën tuaj, si një ndihmë shumë e mirë lehtësuese kundër këtyre problemeve të stomakut, siç janë edhe djegjet e tij. Konsumi 1 deri në 2 banane çdo ditë është një mundësi e shkëlqyer që mund t'i jap trupit tuaj të gjithë lëndët ushqyese që i ka të nevojshme. Bananet do të rrisin disponimin, përmirësojnë sistemin tretës, janë gjithashtu të pasura me nivele të larta të kaliumit dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj do ta kthejnë atë në një prej produkteve më fantastike ushqyese me dobi të larta për shëndetin dhe lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Është e rëndësishme t'i konsumoni banane të freskëta dhe ato me pika të errta. Kështu përfitimet dhe vlerat e tyre do t'jenë më të larmishme dhe do të ofrojnë një gjallëri më të mirë të shëndetit tuaj. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në për qëllim që të mbulojë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.